Po e thome është me shumë seriozitet më të lartë të mundshëm që Kosova sot ka nevojë për një kryeministër normal, jo që bën filma, jo që aktron. Për shkak se, shikoni, unë e kuptoj që një pjesë e konsiderueshme e votuesit ndoshta nuk mendon si unë. Mirë po, cili do qoftë lider... është një shumicë e konsolidume, po besoj, 42%. Shkët të pëthu sa normal dhe me thonë kryeministë, si pas të. Kur po thamë një kryeministë normal... Kjo s'ko ka normal, si pas të. Jo, pse po mos mi bishnë Kjo është kryeministë. Një kryeministë normal i cili menon... E cili jo normal, si pas të. Fidan, unë e kësha thonë pak ma ndryshë. Nuk e di bre, Emanuel, qka epizod këtë pjesën me mbrojt vetë vendosë, së mund me mbrojt. Ti e kini kryeministër që s'ko ka normal, si pas të. E do një kryeministër normal. Jo, kuptimi psiqik. Një kryeministër normal i cili nuk bën filma. E pse qëfar filma të bëkë, si pas të. Po kësë është me kryeministër tash më dash, një mizje dhe mos janë nesë në këtë Po kandidat. Artes Hollywoodit. Ku i boni filma, si pas të e? Filma nuk më një të folë filma, mos më nëzirë një fjallë Po pytit e filma, video në kushtimesh, po televizion. Ideja është po dojme të bo pytje që me usë qaru, sepse që në nisje thanë, duhet një kryeministër normal. Sakt. Që nuk bën filma.